Spektakli së martës në Big Brother VIP tregoi edhe një herë se produksioni i këtij formati vepron me standarde të dyfishta. Kjo u bë e qartë në mënyra se si u trajtuan dy banorë që kishin thyer rregullat e shtëpisë. Nga njëra anë, Rogerti u dërgua në televotim të përhershëm, pavarësisht se që nga dita e parë ka ofenduar, ka cenuar dinjitetin dhe moralin e banorëve, si dhe ka shkelur rregullat në mënyrë të përsëritur. Nga ana tjetër, Casey u përjashtua me njëherë nga gara për një deklarat ofenduese ndaj Kristit. Me sa duket për produksionin, ofendimi i familjes dhe cenimi i njëtetit personal peshon më pak se sa orientimi seksual i një banori. Në rastin e Caseyt, masa ishte ekstreme, ndërsa për Rogertin, i cili ka pasur sjellje problematike të vazhdueshme, toleranca ishte dukshëm më e madhe. Kjo krijon bindjen se produksioni vepron nga frika e reagimeve të shoqatave LGBT dhe jo mbi bazën e rregullave të barabarta për të gjithë. Nëse cenohet familja, duket se nuk ka rëndësi. Nëse preket një temë sensitive për produksionin, dënimi është maksimal. Kjo është prova më e qartë e standardeve të shumëfishta në Big Brother VIP. Po ju, si e shihni këtë vendim? I drejt apo i gabuar?